Base e
shqiptare dhe në kalojmë në mira kategorinë e vitës së bashku me projektimin shtesjellë. 10 vota pro. Kalojmë në pikën e dytë, miratimi i proces verbali të mbledhjes së datës 30/09/2025. Ka pyetje diskutime në lidhje me proces verbalin? Kalojmë në votimin lutem, nëse s'ka diçka për diskutuar lidhje me proces verbalin. 10 vota pro. Kalojmë në pikën e tretë, deklarimet e konfliktit të interesave. Për çështje që do të merren në shqyrtim, aty nga ata që shkruan në raport të interes. Faleminderit Çeni. Kalojmë në pikën 4, projekt vendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtzuar 6% për muajin shtator 2028. Meqense të futa në nivelin përgjegjësia për topik është në mbledhje në Tiranë, fjalën ka marrë në kryetarja e bashkisë zonja Sonila Senelliu. Faleminderit, nderuar kryetarë, të nderuar shqiptarë, nderuar kolegë. Në muajin shtator 2025 kanë përfituar ndihmë ekonomike 273 familje me një fond 3.974.000. 5 individ janë me status të veçantë, 3 persona me status të jetëtimit, 1 person fëmijë vendosur në familje kujdestare dhe 1 familje të trajnatë. Fondi 6% përfitues për të përdorur në muajin e 2025 është 118.695. 3 familje nuk janë përfituese nga sistemi ndihmës ekonomike për arsye të imposhtave. 2 familje për mos deklarim take është Albert Fetap Shodar, Njësia Administrative Qëndër, dhe Albert Patrica Imi, Njësia Administrative Bogor. 1 familje ka kryer ndarje abuzive në gjykatën civile. Sokra Çela, Njësia Administrative Çorobor. Që të jenë pjesë e listës së përfituesve të fondit të kushtzuar deri në 6%, duhet që familjet të mos jenë të penalizuara por të mos kenë marrë pikë të me moneta një bjo. Të me moneta me përkondo varina një. Sot të rëgjë... Ora, e sot të rëgjë moneta e të rëgjë. E varime kukma. Vazhdo. Bazë të gjore e të që muaj për muaj. Ora, një ka tonë në dhe. Bazë të gjore, ishte 12 vërëvisit që janë në ato. U të gjore e shme në Jo, më fane. E di të të se e përëdojë si në nëmërtari i këshiru. Po të kishë në kones në mbledhje? Përgjejsa se të ndihmës ekonomike është në mbledhje në Tiranë. Më zhë e fare të shqe. Jo, s'ka. Vetëm ka një punonse, pa jo sa po ka filluar. Jeni kryetar edhe sukses aty, po pati zëvendëse dhe biznesë. Do t'ja u propozoj. Ka mundësi para të përfaqësueshëm isha të dinja për të që i ka bërë ndarje abuzime. Se edhe në kryetar Ç'është ndarje se marrësh. Atëherë, unë fillimet e mia i kam në ndihmën ekonomike në Njësinë Administrative Qendër dhe jam në ose e mirë e ligjit për këtë pjesë. Ndarja abuzive quhet kur bëhet ndarje e qëllimshme në gjendje civile. Çka do të thotë? Nëse në një familje prej 4 antarësh, njëri nga fëmijët punësohet, automatikisht në sistem vjen që nuk mund të jetë përfituesi ndihmës sepse ka të ardhurat të mjaftueshme. Tani që ata të mbajnë edhe ndihmën, edhe punësimin, bëjnë një ndarje në gjendjen civile, ku djali kalon në familjar më vete. Kjo quhet ndarja abuzive. Djali ku jeton? Nuk të jap dot të dhëna se nuk e di, nuk e di familje. Po patjetër se që të dalësh më vete në gjendjen civile do të jesh mbi 18 se ai ma ka një me familjar. Familjar është një Sa vjeç? Soprati. Po nuk e di, thuhet për ndarje abuzive. Jeton djali këtu apo këna? Jo, kam vetë. Nuk e them dot që se nuk e marrë të utën thua se një përgjigje. Po e kema përsipër tani. E diti që unë kur doja të një më shpejt, i ke më mosë dhe ka punë. Po mirë, ti drejto, si e mba përgjegjësinë për të këto? Kush e mba përgjegjësinë? Jo, e mba përgjegjësinë. Jo, pra të bërë. Po për drejtimin që ke thonë. E mba përgjegjësinë. Jo, se nuk është, ai
la, që posë të tjarë. Ka si nuk I del rroga për me dhe saj, jo të bimori prindri. Nuk e di, nuk ka fajë, nuk falë... E ka ligjit të që fajë. E keqa se ligjit në ka shkuar të disa që s'ka nevoj. Në që se e punësuar në Shërëmotë, jeton e prindri dakord të isha una. Por ai jeton në Tiranë, punësuar në Tiranë. Ku shetë e? Nuk se kam ide të shetë që s'ke në Parisë. Unë nuk e di ku shetë. Nuk e problem. Njerë të përgjësit e pajtarë dhe unë e gjitha ka... Në që e kreza e bëjë kredicione që të në qafë të gërësi. Në një ligje të përgjësë. Nuk e shumë pesë të lutemi. Atere, e ka në Kanon pikën 5, projekt vendim për ndarje sipas objekteve të shpenzimit të fondit për emergjenca civile, akorduar nga Ministria e Mbrojtjes, si dhe planifikuar nga fondet e veta të bashkisë për vitin 2025. Ja ku komu flasë. Fjala për Zotin Ndokën. Nderuar zonja kryetare e Këshillit, nderuar zonja kryetare, të nderuar këshilltar. Buxheti I shtetit, Agjencia Kombëtare Mbrojtje Civile, në vit të vitit na ka akorduar 3.588.400 lekë për të dedikuara për mbrojtjen civile. Dhe nga këto fonde, 1 milion lekë të reja janë detajuar në zërin shtetës të ndihmuar banesat e cilëve janë dëmtuar nga fatkeqësi ndryshme, që faktikisht ky fond 1 milion lekë është shpenzuar. Dhe diferenca 2.558.420 lekë është gjendje. Kemi bërë një projekt vendim për të çuar te ura, por ishin procedurat që na hanin kohë dhe nuk mund që ta përdorim dot për të realizuar ato punimet në urë, dhe këto ngelen përsëri aty. Dhe ato janë tamam të përcaktuar tek shpenzimet për marrjen e masave parandaluse për blerje materiale për evitimin e dëmeve të shkaktuara nga gryerja nga rreshtet në segmente të ndryshme rrugore. Dhe ndërmarrja e shërbimeve publike ka bërë një preventiv në të cilin ka preventivuar 3 segmente, ju I keni dhe aty në relacion, të cilat do të riparohen me këto materiale që do të vjen, por me kontributin, pra me punën e brigadës së ndërtimit në ndërmarrjen e shërbimeve publike. Në total, vlera e preventivuar e këtyre 3 segmenteve rrugore është 3.070.104 lekë, ndërsa ne nga emergjenca civile gjendje kemi pas fonde 2.558.420 lekë. Diferencën që është 511.634 lekë do të akordojmë nga fondet e bashkisë, të cilat kemi planifikuar për emergjenca civile në buxhetin e vitit 2025. Kështu që plotësohet e gjithë nevoja për fondet për të realizuar vlerjen e këtyre materialeve që janë çimento, ata e njëjtë se janë preventiv, ndoshta bashkë lidhur nuk kemi preventiv, mund keni dhe paraqitjen se janë për foto për të parë cilat segmente janë, dhe kjo unë mendoj që është një mënyrë e saktë dhe mund të thënë hera e parë që ne bëjmë në këtë mënyrë. Dhe kështu do të vazhdohet në çdo rast që nuk kemi lëvizje të buxhetit dhe të justifikojmë me preventiva për tas. Drejtori, se kemi nëzita të sa që ojë të. Po. Kemi kërkuar të kohën që ndërmarrë shërbime publike I përcaktoi të gjithë buxhetin shumë siklet. Thashëm që është mënyra më e mirë edhe të duhet vazhdohet. Edhe ta bëjmë këshillu. Pse nuk e bën gjithkohë? Po duhet punoj atje ku do drejtori, atje ku do kryetari, atje ku ka miq, ku ka shok, pse mos ka dojnë në këshill çdo punim. Si s'u ka dosor. Në përqeu me preventiv, me skica, me ndërhyrje me të gjitha. Pse se kalon gjithë buxhetin e ndërmarrjes kështu? Pse se kalon gjithë? Është shumë I drejtë si kemi. Është shumë I drejtë. Atëherë ndoshta kjo bëhet
kjo be, do më thëmë kur, ne planifikojmë buxhetin, sepse ndërmarrja e shërbimeve publike, paraprakisht, mund të them me 99% e ka buxhetin e 2026. Nuk e di po më gjoni, sepse ne kemi bërë projekt buxhetin, ne kemi bërë projekt vendimi për projekt buxhetin 2026-2028. Mondi shifrat i ka. Tani, a i në televizin nuk mendoj, por që u them 100% sepse nuk do të dëshojnë kur ta miratojnë buxhetin e 2026. Atëherë do të punoj që në 2025 që të bëjmë preventivat paraprakisht dhe pasaj kur të bëjmë në 2026 veprimet, atëherë si dhe miraton fonde si pas detajimit në regjistrin e prokurimeve publike. Keti ka shumë të drejtë që këtë puna është që të shalon pak, a i ka marrë një inxinierë dhe tani mendoj që për vitin 2026 do të veprojë për çdo rast. Ne e dim që ndërmarrja ka emergjenca, ka votim më rrugësh, ka... Jo. Kurse këto punimet me ndërmarrjen e usallarëve, Po, sepse dhe ka bërë 4 milione e gjysmë lekë materiale për ndërtim në vitin 2025. Atëherë ti kërkon ku i ka shuar, po kjo duhet para se ti blesh, duhet dish ku do t'i qohë. Këtë kërkon. Dhe kështu duhet. Të kërkojme, kemi kërkuar, kemi vajtëm 2 vjetë dhe asë një. Ashtu vazhëm me Dhe ju pasaj si shqiptarë se të edhe të shmejnë brojtëra një se kam e një pëshirë, si që ka të një kompjuter 600.000 leke, si në pëshirë dhe kamionë. Ju votoni, ju e miratoni, ligji, dhe më thënë, në formë ligjore me rëtu, ne e sjeme në projekte, ama ju keni të drejtë që të kontrolloni, po kur ju nuk kemi një dokument që u thot, kjo lëvizje fondi, bëhet për këtë, atë ju nuk kemi që të kontrolloni. Edhe të shikoni që ajo që miratuar me kartonazhka. Në gjë tani, punë këtyre fondeve, se pasaj njëritohet edhe antarë të këshillit, pavarësisht se votojnë. Letë antarë nga Spartana, edhe thotë që është bërë asë një, edhe me drejtë, por në fakt e ka ngritur kartonin për mondi që t'i kaloj buxheti dhe në zonën e asaj të vetë asë një. Tani do të më shumë fajtor tek pjesa e ndërmarrjes së shërbimeve jemi ne si këshillu. Se i japim lekët dhe nuk e dim ku vjen. Atëherë ne kemi bërë një kalendar për buxhetin publik. Dhe unë kam kërkuar kryetarën e bashkisë. Që bashkëpunimi me kryetaren e këshillit, të bashkëpunimi do të jetë nën kryetari, do të jetë drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike. Nëse nuk vjen drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike, atëherë unë përse vete për të thënë atyre që fondi numri i punonjësve është 370 dhe fondi pagave është 80% e buxhetit, atëherë atë buxhet që ne e vëmë në dispozicion komunitetit vetë të ndërmarrjes së shërbimeve publike, tani vi drejtori dhe të thonë çfarë kanë bërë, çfarë s'kan bërë, çfarë do të bëjë për vitin 2026-2028. Është shumë e thjeshtë. Po të bëhet e paratorë si pas njësive, se vete unë njësi në gjepë, sa i mund thotë, okej, ka bërë për gjepës, por vete në të ndresh, unë në të ndresh. Së fajtor drejtori, jemi fajtor në asë në gjepë, edhe shfaj këshilë dhe rezultat është shkojnë, rezultat është për asë në gjepë. E ka për porto me ku, fonda porto me Ne marrë një pare kështë në të rëndë shërbime, ne diskutuam, do merë vetë problem sa Më tha të bëjë Jo, më vjetë në kërë pozicië nga problemet kohë. A ka kuptuar unë është problemi me preasim të pastrim të rrugë ku blokohet, po tomë s'ka marrë asë një lekë. Mirë, në do që ka marrë komuna për dresh. Si? Qa ka marrë komuna Zhep? Pastrimet të rrugët janë. Qa ka marrë komuna Zhep? Për shargjuar asë. Sa lekë ti kishë shpenzuar për komuna Zhep në një? Ti të aspetar, e dimonte se mund të tresh. Jo në ndarë. Gojnë e pare kështë në drejtori në shërbime. Ta da informacion në frasë. Jo, e kam, Vine dhe mjë qua i traqe. Ma dhe dhe të aksanali ke pastuar shumë në rrugë. drejtorët e kabinetit dhe çdo të rëndë e bëjmë pledhje me drejtorët e varësive dhe me drejtorët brenda në bashki dhe unë e di shumë mirë planin e punës ku kanë punuar. Qa ka një se titi që patrona bati një muaj në gurat dhe se dhe letit e shpje kërptarë kohën ndrytur e asë punoj. Jo. E do dhe krete. Nuk kam shumë të
Tani e njësoj që ju, a që do raportojte, nuk do dojë që mu e kam e Unë këti, Sara nuk ke vërtetë e të. Dhe ne jo, dhe rame të pakot, dhe jemi ka punë, Sara dhe punë. Ore, unë dhe më Jo, e mërë të një, dhe e më që ka punë. Ja, më në qaj kohë, dhe e më dhe një që më do të. Dekët të ndajnë në mënyrë të barabarë në gjitha Ata ka kodja, a nga më shërpoj që njërë dhe më. Sara, rame të një që në problem. Kemi listë prioritare për të investohet, kështu. Fikret jam të rekomandohet. Që po them? Brenda buxheti komunitare të listës prioritare të ndërmarrjes, ku do jenë ndërmarrë. Po në brenda që Sara dhe kam punohet. Ure dhe kam shumë mirë hati e kim bashkë. Unë të më Sara dhe kam punohet. edhe indisja është në dajë peshatori për në punime. Edhe është një rrugë që ka për bashkia janë rrethkëzja familje. Dhe ata kanë bërë gati 3-4 metrë beton. Pjesa tjetër është vetë. Ato pjesë familje janë asë të lidhura. Po në momenti që do bjesh i gjithë dhe jo do mundohet do vi prapë tek pjesa që është bërë tani. Është bërë shumë bukur, nuk do të është rregulluar. Folëm edhe me kryetarin edhe ta kalojmë në shifra të pjesë janë rreth 20-30 metrë dinar gjatësi që do bëjmë beton. E ka lënë shurë, ka lënë dhe. Ba, si që është edhe. Sho edhe këtë... Nuk ka gjithë se, po pati dëshirë dhe po pati përmes, do të bëjmë. Po pati lekë në parë. Jo, lekë për aqë sa... Po pati lekë se Jo, shiko, u kam thënë që nuk u të lëpite. Si kota financiare bashkisë është e mirë, se kemi menaxhuar mirë dhe kështu që ne ato lekë, përse janë, e janë taksatuar, qytetarëve, tona, atje do të shohë. Pra, 20 metrë dinarë është. Me beton. Dakor të në? dakor. Në rregull, kalojmë në votimin e votën me gjitha vështirësitë që ka keti. Do të jemi votuar prontë. Kalojmë në pikën 6 për ditës, projekt vendimi për dhënien e titullit qytetar Melis Skarpaj, profesor doktor Bagari Musabelli. Fjala për zonën Sonira Sindeliu. Atëherë, në vështirësitë e ligjit që ne kemi 9.5 metrëve të qeverisë vendore dhe tregullores së Këshillit Bashkiak të Skarparit për dhënien e titullit të nderit, paraqisin për relacion në mbështetjen e propozimit për dhënien e titullit qytetar Melis Skarparit, profesor doktor Bagari Musabelli. Profesor doktor Bagari Musabelli është një personalitet i shuar i arsimit të shkencës shqiptare, me kontribute të dyra në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Gjatë një karrierë të gjatë e të pasur akademike, ai ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm në formimin profesional të drejtave të rinj, duke qenë një nga figurat më të respektuara të Universitetit Bujqësor të Tiranës, ku ka shkruar si pedagog dhe drejtues për përkushtime e integritet të lartë. Dhe kishim ne këtë. Okej. Në vlerësim të këtyre arritjeve të veprimtarisë së tij të shuar akademike, shkencore dhe njerëzore, kryetari i Bashkisë Skarpar propozon dhënien e titullit qytetar nderit profesor doktor Bagari Musabelli me motivacion. Në vlerësim të lartë të veprimtarisë së tij të shuar profesionale, akademike dhe shkencore në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Personalitet që me një karrierë dhjetra vjeçare ka dhënë kontribute të çmuara në fushën e arsimit si pedagog dhe drejtues në Universitetin Bujqësor të Tiranës, duke kontribuar në përgatitjen e brezave të tërë të profesionistëve të ekonomisë dhe bujqësisë në Shqipëri. Noteti qytetari dinjitos me integritet të lartë, i respektuar nga kolegët dhe studentët, i cili me punën e tij të palotur i ka bërë një shërbim të rrugë shoqërisë së vendit. Ky titull i jepet në shënderimi dhe vlerësimi në fushën e promovimit të vlerave në arsim dhe shkencë zotit Bagari Musabelli. Për sa më lartë, propozojmë të akordojmë titullin qytetar nderi i Bashkisë Skarpar, profesor doktor Bagari Musabelli. Kalojmë në votimin e votën. Po në votimin. Do të diskutojmë. Po më falë, kush e je bari unë lutë? Unë nuk jam në praktikë. Jo, Por unë kam pas pedagog. Dhe kur atje ka qenë edhe Fatos Harizaj, pedagog, edhe Bagari Musabelli. Po Fatosi kush? Jo, unë them kur kam qenë një student, po do një diket po shumë mirë, tani që të dy Bariu është vërteta figurë, është shuar dhe është
një nga ata pedagogët që ishte shumë i respektuar vetë në fakultetin ku sa ka qenë shumë gjë. Unë flasë ose dhe ndoshtë ju, po unë kam një specialitet. Po më po bëj pajtator se më ka shkutur puna se ai ka qenë pedagog. Po ani, ata do të njerëz katar. Ata shkin në fshatin e vet. Për mua që ka shumë mire situatën me ato që kemi parë në dokumente, kanë qenë gjitha tasha të Jo të çka po statar. Ka përgatitur Ka marrë se vërin gjithë. Ka përgatitur drejtori. Ja, ka përgatitur Edhe roli votën. Ta që janë përdik të Mos e le pa diskutimin, marrë informacion për të televizion. Përpara se të kalojmë në raportimin. E me një shajnë një sekund. Me këto, e vetë flasim me pasaj, jo kundër jo shumë. Dakor, vetë shumë një shumë. Procedurat vetë në regu. Se dhe ata vetë, se besoj të pranojnë pa kaluar procedurë. Është ngritur Komisioni Universitimit. Për keni mësë dhe balin. Nga qeni, mbajë që në shpi. Që këtë nuk parë në se parë në Gjojë e kemi kërkuar. E që të sot në që këtë nuk parë, sot më kërkuar asë. Ta një kërkuar dhe orgjë. Komisioni Universitimit e. Komisioni Universitimit qikon gjithë dokumentacionin. Nuk është... Në lidhje me projektimin shtesë që ku të drejtin e ditës, Edhe një që ka kërkesa tjera për të qytetarë dhe ka që... Kush ka? Ku janë? Ku janë kërkesa? Po të këtë komisioni të mdjetë dhe pra në kërkesa që janë bërë. Ska kërkesa? Një atë vjetë ka bërë? Në gjemi këtë jam e a këtë rëtërë. ju në vazhdojmë. Projekt vendim për mbulimin e kostos tarifa ushqimit kosti me drejt ka buxheti i bashkisë për fëmijët ardhit dhe zënimin. Mos e diskutojmë shumë, Edhe mundësi presione janë kreditë Ajo familje ka shumë probleme, sepse ne kërkuam të jepë në status në jetimit se janë panan, një por nëna e tyre në gjendjen civile figuron akoma gjatë. Për arsye se familjarëve ka humbur skrita e vdekjes, nuk bëhet regjistrimi i nënës. Babai vuan dënimin në institucionin përkatës. Në gjendje civile nuk figuron babai me dokumenta, ajo është një familje që ka probleme pas të ndryshon. Ne nuk mund të bëjmë më shumë se sa kaq. Nuk e shërbim që ku shkëllio dhe ka që u bërë atë në nuk e shërbim ku shkëllio. Ajo është e verifikueshme, po ajo është edhe e kushtueshme. Edhe kërë që parë do të përç regjistrimi nënës njëherë, pastaj të vazhdojmë me frazën e dytë. Po sepse babai në gjendjen civile është dikush tjetër në lejë. Babai fëmijëve. Po të regjistro dhe baboj, të problem. Ne vazhdojmë. Jo, i dalë probleme më vonë me dokumentacionet Po, e një pas shumë i madh që Kalojmë në pikën 7, kemi raportimin e drejtorit të Usjerësit dhe raportimin e drejtorit të drejtorisë përgjithshme të mbrojtjes dhe shpëtimit. Në lidhje me drejtorin e zjarfikses, ai ka një familjar me qenë ka djalin, është berat dhe nuk mund të vinte, kështu që ka thënë një moment tjetër. Ndoshta muaj tjetër. Kështu që fjala për zotin Sokol Çeçaj, drejtorin e Usjerësit ka parë.
Pasi nuk është përcaktuar data e mbledhjes së Këshillit dhe pjesa e Berat nuk ishte të Nuk është përcaktuar data e Këshillit e mbledhjes së Këshillit dhe drejtori ishte dashur ishte prezent këtu sepse do të ndërgjë informacion më të zgjeruar. Atëherë ne shtyjmë për anës tjetër. Nëse kam Viti para ose nëse kam një problem në gjithë mund të e shtyjmë për anës tjetër. Villa të letë në njojë ty me ato. Ani jam dakord me Puçe, pasi parën të do të kosha territorit, se këtu do të raportojnë drejtori i sjelljes dhe një candë të paga të një përgjithësi ose territori. E parë, administrator, e dyta, ne s'kemi asnjë material dhe tani fajin do i ngjesh aty apo fajin pas gjeni. Sepse 5 ditë parë ja të prapë. 5 ditë parë do të na vite informacioni me shkrim që ne të marrim asës ti çfarë do lezosh ti ne nuk i ashtu që ke shumë për Nuk është saktuar data e mbledhjes. E saktuar me 5 ditë parë, 10 ditë parë, kur e saktuar data? Atëherë kur saktuar njoftoje? Ma, jo, se ka dhe një rregull sepse mbledhja është ajo shumë se ka një datë 20 mos do të. Datë 20 periudhë. Edhe në Akona sa e saktuar për privatitje plus për të tjera. Ka që tjetër notare? Pa, se ka një problem. Tani ne shkojmë të gjatë, tani një gjeni që ju do paraqiteni në majtë tjetër. Po, Që të gati të pratë për këtë data, mi bërë shkretës në asfaltë të tarës. Berati në këtë shimë bashkjarë të sërë parë, në shumë për të. Në regu, mund të informosh ata që do vini të sëri majtë tjetër, që të nga qësë në informacion e juve. Tek të ndryshme, ka diçka të diskutuar në problem shqetësimi. Atëherë, mbledhjen e deklarohet mbyllur, faleminderit. Po, do e ma tjetër, sot me lek, nëse pa lek. Kur do